Strategjia për modernizimin dhe harmonizimin e sistemeve të informacionit doganor shqiptar me sistemet e Bashkimit Evropian për periudhën 2025-2030, e miratuar së fundmi, shënon një hap të rëndësishëm drejt përputhjes së plotë të sistemeve doganore me standardet dhe arkitekturën e teknologjisë së informacionit të BE-s. Objektivi kryesor i strategjisë është që deri në vitin 2030 Shqipëria të disponojë një infrastrukturë doganore tërësisht të harmonizuar me kodin doganor të BE-s, duke lehtësuar integrimin gradual në tregun e përbashkët evropian dhe duke konsoliduar procesin e antarësimit. Strategjia synon gjithashtu harmonizimin dhe plotësimin e kuadrit ligjor për sistemet e informacionit doganor në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Konkretisht, zbatimi i strategjisë dhe planit të veprimit pritet të sjellë përfitime të drejtpërdrejta dhe afatgjata përfshirë lehtësimin e tregtisë, kryesisht sa i takon reduktimit të kohës së doganimit dhe rritjes së efikasitetit operacional, integrim ekonomik përqendruar në harmonizimin me standardet e BE-s dhe qasje më të lartë në tregun e përbashkët, forcim të transparencës dhe integritet institucional, rritje të sigurisë kombëtare fal sistemeve të avancuara të menaxhimit të riskut, që parandalojnë kontrabandën dhe aktivitetet e palishme ndërkufitare. Po ashtu bizneset do të kenë përfitime të drejtpërdrejta sa i takon uljeve të kostove administrative, thjeshtimit të procedurave dhe një mjedis më të favorshëm për investime, duke rritur konkurrueshmërinë e kompanive shqiptare në tregjet ndërkombëtare. Drejtoria e përgjithshme e doganave është e angazhuar në procesin e integrimit evropian, veçanërisht në kapitullin 29 Bashkimi Doganor, duke konsideruar modernizimin e sistemeve të informacionit si një nga prioritetet kryesore për garantimin e funksionimit efikas të doganës, si porta e parë e hyrjes dhe e fundit e daljes në tregun e përbashkët evropian.